أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nga Enesi radhiyallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk beson askush nga ju derisa të dojë për vëllain e tij atë që do për veten e tij. Është një hadith i cili hedh shenja dhe drita të forta mbi sensibilizimin mes muslimanëve, që tregon udhën e unitetit mes muslimanëve. Jo vetëm unitet kur bëjnë ndonjë diçka bashkë, por edhe unitet moral dhe shpirtëror. Kjo është rrjedhoj e zemrës së pastër dhe të kulluar. Është rrjedhoj e një zemre qelibar nga cmira, nga hipokrizia, nga urrejtja, nga hakmarrja. Një zemër e cila vetëm prodhon dritë dhe prodhon dashuri për muslimanët. Asnjëherë nuk e gjen këtë person me këtë lloj zemre hajdut të muslimanësh. Koha e tij nuk shkon në dëm të muslimanëve, por shkon në dobi të tyre. Të menduarit e tij shkon një lloj në dobi. Pasuria po kështu. Edhe gjërat më të vogla që prekin muslimanët ai ndikohet direkte nga to. Dhe kjo tregon se zemra e këtij njeriu është e gjallë me besim. Prandaj edhe fjalët e profetit kur thot në hadithe të ndryshme nuk beson, tregon se personi i cili nuk e vepron atë vepër, tregon një mangësi të besimit të tij i cili do plotësuar. Dhe e kundërta është që të besoj ky person të bëj atë që e ka ndaluar. Çfarë? Atë që e ka urdhëruar profeti, ose t'i largohet asaj që ka ndaluar profeti. Kur thot profeti nuk beson, ai që nuk do për vllain e tij, atë që do për veten, do të thot beson ai që do për vllain e tij musliman, atë që do për veten. Prandaj besimi i plot është kur plotësohen këto pjesë, të cilat e njeriu janë mangët, të cilat smira jazbe, mendjemallësia, hipokrizia, dyfytyrësia, jazbehin këtë tip besimi. Atëherë ai çfarë duhet të bëj? Duhet ta plotësoj duke i shmangur to dhe të doj për muslimanët atë që do për veten e tij. Të duash për vllain tënd musliman atë që do për vete, do të thotë të duash xhenetin dhe ta fitosh atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë pyet një shokun e tij, Yezid el-Qasri. Dhe i thot: "O Yezid, a e do xhenetin?" Cila është përgjigjja? Normalisht. Nuk ka jo kur këtu. Po, i tha, e dua. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Duaj për vëllain tënd musliman atë që do për vete. Duaj që ai të mos ketë halle, ashtu siç do edhe ti që të mos kesh halle, probleme. Duaj për te që t'i shlyen borxhet, ashtu siç do dhe për vete që të shlyen borxhet nëse ke. Duaj për te që Allahu t'japi sukses atij në adhurime, ashtu siç do dhe këtë për vete. Duaj për te që edhe ai të jetë i devotshëm, ashtu siç do për vete ti jesh i devotshëm." E kështu me radhë. Kurse në Amr ibn As radhiyallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush dëshiron të largohet nga xhenemi,
Dhe të futet në xhenet, le të doj për njerëzit ashtu siç do për veten e tij. Ne kemi këtë dëshirë të duam për të tjerët, për muslimanët në radhë parë, atë që duam për vete. Shumë herë ne harrojmë. Dhe kur kemi diçka vetë, nuk duam ta kenë edhe të tjerët atë gjë. Kemi një ego të veçantë vetëm për veten tonë. Jo. Lëshoj pak. Në një herë arrin edhe më keq. Ku Allahu xhaleshanu do që jo besimtarit të besojmë, jo besimtarit të besojë, ka disa njerëz që nuk i thonë një fjalë jo besimtarit në familje apo diku tjetër, apo ka një lloj konfidence me të që të besojë, por se gjithnjë duan ta shohin atë të mos marrë vesh në besimin dhe të zhytet në zjarr të xhenemit. E kundërta asaj që ishte profeti sallallahu alaihi wasallam, kërkonte nga jo besimtarët që të besonin, bënte shkaqet dhe jepte mundin e tij që ata të besonin. Pastaj se që zgjidhnin ata ishte zgjedhja e tyre. Kurse ne sot duam që çfarë? Në një të kundërtën e asaj që na urdhëron Allahu. Allahu thotë wala yarda li ibadi al-kufr, edhe Allahu nuk do që robët e tij të bëjnë mohim, në njëherë duam. Në njëherë kur e mallkojnë dhe tjetrin, bëfsh kështu gjuna. Pse bëfsh ashtu gjuna? Allahu të udhëzoft gjë e parë, siç u udhëzove ti. Prandaj kush futet në rrethin e besimit, ti do të kesh konfidenca të tjera me të. Pra të kushtëzon rrethi i besimit që të duash për të atë që do për vete. Po kështu të duash edhe që njerëzit të udhëzohen, jo vetëm tek besimtari, po ti duash edhe për njerëzit. Ndryshe, në qoftë se nuk do të bëjmë këtë, do të dëshirojmë që njerëzit të bëjnë sa më shumë gjunahe. Dhe ne nuk duam që Allahu të mos madhështohet mes njerëzve. Që Allahu të fyet, të ofendohet, të ofendohen librat e tij, të dërguarit e tij, të shahet në forma të ndryshme. Jo, ne duam që ata të udhëzohen dhe feja Allahu të sundoj mbi gjithçka. Pra të sundoj mirësia nga Allahu xhaleshanu. Një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam i thot Ebu Dherrit, një shokut të tij, një nga sahabët e nderuar: O Ebu Dherr, unë të shoh person të dobët. Prandaj mos u bë kre i dy vetave, të zgjedhin ty për kryetar. Se njëri i dobët nuk di ti mbash. Nuk i kryeson dot. Me këtë kuptim. Dhe mos gjyko mes dy vetave. Se nuk mban dot drejtësinë një. I tha profeti, unë të shoh të dobët dhe dua për ty atë që dua për vete. Mos kryeso dy veta dhe mos gjyko mes dy vetave. Largoje domethënë. Profetin Allahu e ruajti dhe i dha fuqi të gjykojë mes njerëzve, ti kryesoj ata. Kurse këtë shok të tij, kur profeti e pa të dobët, si të dobët? Të dobët në fiziku, s'kishte takat? Jo, s'është aty puna, jo, fare. E shikon të dobët si udhëheqës. Do të thënë ka udhëheqës që i marrin njerëzit dhe përkem, s'kan pik personaliteti. Ky është njeri i dobët për udhëheqje. Ka udhëheqës janë tiran, diktator. Ka njerëz kanë personalitet diktatori. Çdo gjë në urdhër, po i shkoj çdo gjë në urdhit, godet. Fyen. Ky është personi i dobët. Nuk vlen për të kryesuar njerëzit. Sepse disa në përkemin, tek i pari tham që ata e përçmojnë fare, e marrin në përkem, kurse tek tjetri çfarë nuk e duan dhe urrejnë dhe gati, ti dalin kundra, ta mësojnë atë. Ti bën grushtetin mbas. Ta urrejnë. Dhe kështu nuk ka mbarvajtje. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, tre vetave nuk u shkon namazi deri tek majat e veshëve. Mes tyre kujtoi një imam që njerëzit e urrejnë. Domethënë e urrejnë me të vërtetë, domethënë me drejtësi, sepse bën bidate. Është njeri i ulët, pa vlera, ignorant, shpik, shpif, gënjeshtar, i ka gjitha të zezat.
Vallë, si bëhet me njëri që është në xhami, ka vlera të ulta. Është i dobët pra, të kryesoj xhamatin. Se ose marrin njerëzit në përkem, s'duan të dinë fare. Ose është tiran dhe do çdo gjë të bëhet si thot ai. Nuk ka fare konsulenca, nuk ka fare këshillime, marrje mendimesh. Një njeri në xhamat kështu, domethënë në xhami, pa le të kesh një shtet, që o je njeri i përkembur fare, o je njeri diktator. Dhe të dyja palët janë të urryra. E humbi logjikën e kryesimit dhe udhëheqjes së gjërave. Prandaj dhe profeti deshte për te që çfarë ta ruante dhe i dha këtë këshill. Ndryshe e linte dhe humte. Por se çfarë i bëri? Deshi për te, ata që deshi për vete, që njeriu mos të humbë. Po kështu, edhe kur të gjykoj mes dy vetave, do të në njërë të vjen kushuriri. Po të gjykosh në disfavor të kushuririt tënd çfarë? Të të afërmit tënd, fillon zenka në fis. Po të gjykosh në disfavorin e të kundërtit, thot mbajti krahun e të afërmit të tij. Prandaj mund të jesh i dobët në këtë krah. Dhe nuk i duron dot fjalët sa ndej këtej. Mund të jesh i dobët se s'man do drejtësi. Ne vrikosesh ose dëgjon vetëm një palë, nuk ti dëgjon të tyja. Dhe merr vetëm për bazë fjalën e një pale dhe gjykon kundra asaj tjetër s'pa e dëgjuar. Kjo tregon dobësi. Mund të gjykosh në rrethana, jo në rrethana gjykimi, po në rrethana të tjera. Dhe kjo është dobësi. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam deshi për këtë sahab që ta ruante, dhe ta largonte nga kush? Nga ky lloj defekti që i kanose këtij shokët e profetit. Prandaj thon sahabët dhe Ebu Dherri asnjëherë nuk është bërë guvernator. Asnjëherë nuk ishte në rrugë, në udhime, prins në dy veta, domethënë kryetari i dy vetave. As në udhim. Ti ishte emiri i tyre. Jo. Larg, pse se ishte njëri që se mbante dot. Se kishte këshilluar profeti sallallahu alaihi wasallam. Një nga dietarët i quajtur Muhammed ibn Wasi' në tabiinët thot se doli në treg dhe po shiste një gomar. Erdhi dikush dhe i tha, pasi e pa gomarin për ta blerë, i tha, ti tha, po t'ishe në vendin tim, do ta blije? Shikoni çfarë pyetje. Ti me syrin tënd që po e shet. Domethënë po e shet dhe që ta marr tjetri blerësi, kënaqesh domethënë? Do për mua atë që do për veten tënde? Me këtë, kjo është pyetja, logjika e pyetjes. Edhe dini çfarë i tha pyet. Ndryshe, unë nuk do ta nxirja gomarin për ta shitur. Ta dua për ty atë që dua për veten tënde. Por se ka përfitim tjetri financiar. Ose do ta largoj kafshën, ose makinën e tij sot. Pse? Se i harxhon dhe i nuk e mbulon dot me financë. Por se jo se ajo ka të meta dhe nuk bën që ta përdor tjetri. Prandaj nxori për ta shitur. Por se çfarë? Shikoni çka këshille. Ti vesh tregtarit sot dhe ti thuash, sikur ti ishe ti në vendin tim do ta blije. Dhe ai të përgjigjet me gjithë sinqeritet. Gjendet kjo? Kjo është shumë e rrallë. Është shumë e rrallë. Rrallë gjen tregtar që thotë, ky mall nuk bën. Ky mall ka këtë defekt. Por se është ku t'ja hedhin tjetrit. Ku t'i hedhin hi syve. Duke folur, duke mburur mallin, duke i bërë një reklam që ti marrin mendjen blerësit dhe kështu nuk duan për blerësin atë që duan për veten. Kur këta i japin mallin, dëshirojnë që blerësi t'u jap para falsa, gjysmët e parave falsa, gjysmët të rregullta. Nëse malli është gjysmë për gjysmë në rregull. Dëshiron njëri? Asnjëri do parat të plota të gjitha reale, jo falsa. Kjo është një shenjë se ky dietar deshte për blerësin atë që deshte për veten e tij, shitsin. Dhe tregon moralin e lartë dhe sensibilizimin që kanë muslimanët mes njëri tjetrit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, shembulli i muslimanëve në dashuri mes njëri tjetrit, në buhtësi me njëri tjetrin, në mëshirë me njëri tjetrin, është si shembulli i trupit që kur ankohet në trup një pjesë i përgjigjet i gjithë trupi me temperaturë dhe çfarë? Dhe pa gjumësi. Çahet një pjesë në trup? Po ça? Ti tani po fli gjumë.
Edhe kjo tani nuk mbyllet me qenë se ti po flequm. Jo, atje vazhdon ka një nxehtësi që nuk është në gjithë trupin. Është një nxehtësi e veçantë. Mblidhen atje të gjitha ato qelizat dhe çfarë bëjnë? Gjithë trupi i përgjigjet, dërgon qeliza dhe ushtar që kjo plagë e jotja të mbyllet. Kur ti je duke fletur, kur ti je duke punuar, të gjitha qelizat i përgjigjen. Për çfarë? Që kjo e qartë të mbyllet, kjo plagë të mbyllet. Sepse kjo plagë është halli i gjithë trupit, nga koka e deri te këmbë. Prandaj edhe ata i përgjigjen plagës. Edhe muslimanët, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, janë të tillë. Si trupi i cili çfarë? Përgjigjet me pagjumësi dhe temperaturë. Janë çfarë? Në kontakt me problemin dhe duan ta zgjidhin atë sa më shpejt. Kurse në një hadith tjetër thot shembulli i muslimanëve në dashuri mes njëri tjetrit, në bashkim dhe në mëshirë me njëri tjetrin është si shembulli i kujt? I një ndërtesë e cila shtrëngon njëra tjetrën. Dhe lidhi duart profeti. Mendoni sikur tulla të vinë njëra tjetrën, po jo në mënyrë të ndërthurur, po të drejtë për drejtë, kështu. Dikush një fëmijë po të vijë të vej dorën në mur aty çfarë? Bie. Por se çfarë? Tullat kur vjen në mënyrë të ndërthurur. Dhe ato shtrëngojnë njëra tjetrën. Dhe kushdo që të vijë, edhe ta tund, për ta rrëzuar nuk e rrezon dot. Prandaj edhe muslimanët me njëri tjetrin janë në formë të tillë. Nuk e lën vëllain e tyre në balt, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Nuk e tradhtojnë, nuk e lënë në balt. Nuk i bëjnë padrejtësi. Pse? Se jemi një ndërtesë e vetme. Dhe një e qartë diku do të thot problem për të gjithë ndërtesën. Armiku kur do të hyjë në një fortifikat, në një kështjell, do të gjej pikën më të dobët. Pikën më të dobët do gjej. Një të qarë në mur, si i themi ne. Dhe që atje do filloj dhe do godas. Qoftë kjo qarë në mur morale, diçka morale, apo qoftë kjo diçka reale. Mund të jetë muri i kështjellës si qarë i dobët, jo i fortifikuar mirë si duhet, dhe një goditje bën atje dhe bie dhe qandej do hyj. Ose mund të jetë kështjella shumë e fortë, por se ajo çfarë goditet nga njerëz nga brenda, nga njerëz të shturur, nga njerëz të prishur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një shembull të urdhrit me të mira dhe ndalimin nga të këqijat, që ne si musliman nuk duhet të lëm tjetrin të bëj gabime dhe të kënaqemi. Hajde si dënon Zoti. Edhe i lëm në njëherë dhe ne vetë kënaqemi. Thot shembulli im dhe juaj, shembulli i atyre që urdhrojnë me të mira dhe ndalojnë atë të këqijat, është si shembulli i disa njerëzve, të cilët çfarë bën? Do udhtoni me një anije dhe urashorti disave të hipin në katin lart, të katin lart, dhe disave në katin poshtë. Dhe kur udhëtuan ata të katit poshtë anijes thanë, ne nuk dalim dot lart. Që të marrim pak ujë. Prandaj le të çajmë një vrim këtu në anije dhe të marrim ujë prej saj. Thot profeti, ata lart, nëse si ndalojnë këta poshtë, do të mbyten të gjithë. Edhe ne në qoftë se nuk duam për njëri tjetrin, atë që duam për vetët tona, do të mbytemi të gjithë. Mbytemi. Edhe anija mbytet. Sepse vjen njeri me çfarë? Anija e Islamit mbytet. Vjen njeri me imoralitetin. Vjen tjetri me gjilperën e vjedhjes, hajdutlikut. Vjen tjetri me sëpatën e kujt? E bidateve. Vjen tjetri me varen e kujt? E hajdutlikeve dhe tradhive. Dhe çfarë bën? Anija fillon të mbytet. Edhe të mirë të ketë në te, prapë do mbytet. Sepse ata të mirët nuk u treguan vigjilent, që të duan me gjithë sinqeritet për veten e tyre, për të tjerat ata që duan për veten. Prandaj mbyten. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, besimtari është pasqyra e besimtarit. Shikoni çfarë hadithi, sa i goditur që është. Besimtari është pasqyra e besimtarit. Mendoni tani një pasqyrë të mirë, origjinale si i themi ne. Ti po të shikosh edhe nga larg, ajo ti nxjerr të metat, ku i ke? Një flok ka dal këtej, një fije mjekre këtej. Ke një pislek diku këtej, duhet ta eliminosh. Ke dhemët palar ti tregon të gjitha pasqyra. Pse? Se është shumë reale. Mendoni tani një pasqyrë të vjetër, me disa copa të rena, edhe me disa çfarë, në ato pikat e zeza,
që sa herë që vetë ti tek ajo dhe shikosh, ajo ta tregon syrin shumë të madh më njëherë. Ke pasur tjetër nuk të tregon fare gjysmën, por se të tregon vetëm dy syt. Sa herë që ti do të drejtohesh diku, çfarë? Të pret një pjesë prej fytyrës tënde. Mendoni, cila është pasqyra më e mirë? E para, s'ka dyshim që është e para. Prandaj edhe besimtari, për besimtarin është si pasqyra. I tregon atij të metat që të mos i bëj me ato, të frenohet nga të metat. Por se edhe të shtoj bukurinë e veprave të mira, sepse ti kur shikohesh në pasqyrë të mirë, kur ke një shok të mirë, sado vepra të bësh, thot kam një vëlla musliman që më do për veten, për mua atë që do për veten e tij. Ai do për mua që të mos të hyj në xhenem, ashtu sikurse do dhe për veten e tij. Prandaj po bëra në një gabim, do të më thoj vëlla i musliman, vëlla jo kështu. Vëlla jo kështu. Edhe kjo është pasqyra e bukur e mirë, që ty të shton bukurinë. Sa më shumë të shikohesh nuk të ngopet syri, kurse tek pasqyra tjetër është një pasqyrë me damka, me pika të zeza, që njeriu gjithnjë në të duket çfarë, i shëmtuar dhe asnjëherë nuk gjen dot rehat që të shikohet dhe të shikojë bukurinë që ka dhënë Zoti. Por se duket gjithnjë i shëmtuar. Shikoni çfarë shembulli ka thënë profeti. Pra të duash për vëllai tënd besimtar është një lloj si pasqyra. Shikohesh në të ditë për ditë, çdo mëngjes, sa herë që del në shtëpi ti shikohesh. Dhe sa herë që do të kryesh një vepër, ke një vëlla musliman që do për ty atë që do të ti për veten tënde. Shikohesh në të. Zbukurohesh në të. Dhe në fund fare krenohesh që ke një vëlla të tillë, që është dorë me ty, është bashk, është krau jot. Kurse e kundërta është me atë personin çfarë? Neglizhent, që nuk do për ty atë që do dhe për veten e tij, të le të gabosh, dhe pastaj thot, shikoni, ka njerëz që bëjnë kështu, kujdes, të kenë frikë Zotin ata, se po prishin xhamatet. Dhe ndërkohë që ha dhe pimet e flet, jep selam, dhe nuk gjen dot çfarë, jo nuk gjen dot, por nuk merr guximin të thoj ki frikë Allahut. Pse? Se do që ata ta shikoj, më ulet se vetja. Ka njerëz kanë harruar dijen, kujdes, është një vëlla që i jep ca mësime të tilla. Ai vëlla njihet. Është një shoku jo në klasë, i cili ka bërë këtë gjë. Të gjithë nxënësit e dinë që ai e bëri atë gjë. Edhe ky do t'i këshilloj të tjerë, për t'i hapur çfarë? Namin e keq atij. Ky çfarë bëri? E këshilloi këtë? E deshi? Do për vete të turproj njëri? Do ti turproj njëri? Po pse ta duash për vllajën tënd musliman? Ta turprosh mes njerëzve. Këshilla çfarë? Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, munafiku, hipokriti çfarë? Fyen, hap namin e keq për gabimet që ke bërë. Kurse muslimani, njeriu i mbar çfarë? Është i dhimbshëm dhe të merr në vete, të këshillon me vete. Kurse munafiku s'ka të hap plaka aty. Çka ke të fsheta ti nxjerr gabimet e tua? A dhe të fyen mes njerëzve. Nuk do të di. Kurse muslimani i mbulon gabimet e muslimanit. Dhe çfarë? E këshillon. Po duke mbuluar gabimet e tjetrit nuk mund të këshillohet njeriu mes njerëzve. Ej, ti që ke bërë kështu. Se edhe për veten tënde nuk e dëshiron të këshilloj njeri në mes njerëzve që ti ke bërë këtë gjuna apo tjetër. Thot, ata që duan për hir të Allahut shohin me dritë nga Zoti. Jo se Allahu jep dritë të veçanta atyre, dhe duken njerëz të ndritshëm kështu. Jo, shikojnë u jep Allahu dritë në zemër. Që të dinë se si të shikojnë tjetër, të dinë se si të veprojnë me ta. Shikojnë me dritë nga Allahu. Ndjejnë dhimbshuri për gjunaqtarët. Ndjejnë dhimbshuri për ta. Jo urrëti që hajde. Shqyr. Allah dënoft, Allah e vet. Jo. Ndjejnë dhimbshuri për gjunaqtarët. I urrejnë veprat e tyre, por sillen me ta but dhe i këshillojnë ata, sepse nuk duan që edhe trupat e gjunaqtarëve të digjen në zjarr. Shikoni, Nuk duan, sepse edhe vetë ata nuk duan që të digjen si ata. Pra duan për ta që edhe ata të shpëtojnë, ashtu siç kërkojnë për veten e tyre që të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Prandaj, nëse shikon tek dikush se ai ka kaluar me diçka të mirë, e të bukur, të dëshirosh edhe ti që të veprosh si ai atë diçka të mirë e të bukur.
se dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e kërkonte këtë gjë, prandaj edhe ai kërkonte të ishte dëshmor, ashtu siç shkuan shokët e tij dëshmor tek Allah. Shikoni sa e bukur. Ashtu si shokët e tij sakrifikuan për të dhe u vranë për të, ashtu dëshironte edhe ai për muslimanët, të ishte dëshmor. Dhe nuk duhet të ndjejmë urrëtie për gjunaqtarët, për më tepër sa nuk duhet, por se duhet kemi në krahun tjetër dhimbshuri që çfarë? Të dimë se si ti udhëzojmë, të dimë se si të gjejmë fjalën e mirë. Duhet pasur parasysh diçka, se lejohet konkurenca për vepra të mira. Pra kur dikush vepron mirë, të konkurosh me të, ai falet shumë edhe ti të falesh shumë. Por se duhet pasur parasysh që konkurenca për vepra të mira ka një kusht, që ky kusht të zbatohet. Edhe e dini cili është ky kusht? Të mos kesh në zemrën tënde çmir kundrejt tjetrit. Pra, kur ai falet dhe ti falet, thot inshallah ai nuk falet më. Që t'ia kaloj unë atij. Kur ati t'i jep Allahu pasuri dhe ty t'i jep pasuri, thot ati inshallah nuk i jep që unë t'i jem më lart na. Jo. Që t'i ashtoj Allahu xhaleshanu secilit. Prandaj Allahu xhaleshanu ka thënë: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun." Dhe në këto vepra që të çojnë për xhenet, pra, le të konkurrojnë konkurruesit. Ti falesh, ti jep sadaka. Dikush bën një gjë të mirë, ti bën diçka më të mirë. Por duke pasur në zemrën tënde që Allahu t'i ashtoj edhe atit. T'i ashtoj mirësinë në çdo lloj aspekti qoftë. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk ka çmir në dy gjëra. Gjë e parë, kur Allahu i jep një personi pasuri dhe ai atë çfarë? Shpërndan natën dhe ditën. Dhe një person i cili çfarë? Allahu i dha Kur'anin dhe ai këndon atë natën dhe ditën dhe punon me të. S'ka më mirë. Nuk ka çmir në këto dy gjëra. Që edhe ti të jesh si ai që ka pasuri, edhe shpërndan natën e ditën. Ky pasunik, ky i pasur shpërndan ka natën e ditën. Allah mbej dhe mua si ai. Ky person pas ka dije, e shpërndan atë. Ky person veproka sipas dijes. Këndon Kur'anin natën e ditën. Allah mbej dhe mua si ai. Ta arrit atë. T'ja kaloj. Ti je më mirë se ai. Të eci para. Por se jo që ai të mbetet çfarë? E shqyr inshallah rrezohet. Nuk ecën më për tek Zoti. Jo kështu. Të na e shtoj. Edhe konkuro. Prandaj edhe xheneti është vend me shkallë, sepse në te ka konkurrues, konkurrojnë njerëzit për xhenet. Sot Allah na ruaj, gjej njerëz që nuk presin nga vllazëria e tyre ato që duan dhe për vetet e tyre. Kënaqen kur të tjerët sëmurën. Inshallah nuk lëviz më. Urrejnë kur të tillët i ngre Allahu lart. Me dijen, me edukatën, me moralin. Kjo nuk është në ajo që do për tjetrin, atë që do për veten tënde. Ka të tjerë në emër të këshillës, këshill për hir të Allahut, fillojnë dhe fyejnë të tjerët. Për çajin xhamatin. Nuk duan për veten atë që duan për të tjerët e njerëz. Fare. Këta njerëz larg sensibilizimit dhe dashurisë mes muslimanëve. Janë shumë larg. Ka ca njerëz të tjerë që arrin edhe më keq, në emër të fesë flasin gjëra të cilat nuk janë të vërteta dhe sulmojnë ata që kanë të vërteta. Prandaj të drejtat e vllazërisë në Islam janë shumë të mëdha. Prandaj muslimani në halle nuk lihet në balë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush ndihmon një musliman në një rast ku edhe ai person vet ka nevojë atë rast të ndihmohet, do ta ndihmoj Allahu atë në një rast që ka nevojë dhe pret ndihmë. E kush lën në balë një musliman në një kohë që ai musliman ka nevojë të jepet ndihmë dhe krah, do ta lej Allahu atë në balë atë kohë kur ai ka nevojë. Një njeri ka nevojë për një këshill, se po i vdes zemra, po i ikën besimi. Një njeri ka nevojë për çfarë?
për një fjalë të mirë, për një ndërmjetësim tek një zullumqar që po i merr hakun, e të tjera me radhë. Edhe ka disa të tjerë që i turpërojnë muslimanët duke i këshilluar. Jo i këshillojnë, po i turpërojnë fare. I hapin të ligat. Këta vallahi larg janë në këshilla. Për Zotin janë shumë larg në këshilla. Ndërkohë që Allahu xhaleshanu ka thënë: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Dhe ndihmoni, bëuni krah njëri tjetrit për vepra të mira dhe devotshmëri. Dhe mos jeni krah njëri tjetrit për çfarë? Për gjunah dhe armiqësi. Na bëft Allahu xhaleshanu për atyre që duan për vëllezërit e tyre muslimanë, atë që duan për veten. Dhe lutim Allahu xhaleshanu të na i pastroj zemrat, na i bëj ato të kulluara dhe ta takojmë Allahun xhaleshanu me zemër të pastër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع